keni probleme të natyrave të varësisë nga substancat narkotike? A keni ankth dhe depresion, i cili ju mundon të ballafaqoheni në procesin e rehabilitimit ndaj këtyre substancave? Në spitalin Rezonanca 3, në spitalin për trajtimin e varësive, të gjithë pacientët të cilët pranohen dhe hospitalizohen, niveli i ankthit dhe depresionit bie në një masë të konsiderueshme pas vetëm 2 javësh trajtimi në spitalin tonë. Si psikolog klinik në spitalin për trajtimin e varësive, një pjesë të mirë të punës e bëjmë duke bërë vlerësimin e gjendjes emocionale të pacientëve. Secili pacient që hospitalizohet në spitalin tonë u administrohet një numër i testeve të standardizuara, të cilat bëjnë matjen e niveleve të ankthit dhe të depresionit. Rezultatet tregojnë që niveli i depresionit dhe i ankthit tek shumica dërmuese e këtyre pacientëve është shumë i lartë.